Ministri e Financave akuzoi opozitën se përhap panik dhe gënjeshtra rreth funksionimit të thesarit shtetëror dhe pagesave drejt institucioneve. Ajo tha se qëllimisht shpërndahen të pavërteta, edhe pse LSDM duhet të di se procedurat në thesarin shtetëror nuk janë ndryshuar që nga koha kur ata ishin në pushtet. Тоа значи дека секоја една институција треба да ги достави до 15-ти, заради тоа што понатаму нели треба да се организираме, да може да се следи исплатата заклучно со 31 декември. Тука морам да напоменам неколку работи кои што не сум ги вовела јас како министер за финансии, туку постојат од минатото. Најпрво има упатство кое што во трезорот значи дека налозите во трезорот стојат по 15 дена додека се направат дополнителни проверки да се види дали се соодветни расходните ставки, од каде се влече програми, подпрограми и така натаму. Për shkak të nevojës për kontrollime dhe rrëmujës para vitit të ri, u vendos ky afat për dorëzimin e urdhër pagesave. Sa i përket mbledhjes më të dobët të ardhurave në buxhet, ministrja tha se duhet të presim deri në fund të vitit për të parë nëse do të ketë devim nga plani për vitin 2025. Пред неколку дена слушнавме една хистерична изјава дека 60 милиарди нема да се наплатат. Денес бидете заклучно со петокот ќе видите дека не е така. Првен ќе видите дека 315 милиарди денари до овој момент се наплатени, при тоа кажувам даночните календари како одат. Ajo shpjegon se tatimi mbi fitimin mblidhet deri më datën 10, tatimi mbi të ardhurat personale deri më 15 dhe tatimi i vlerës së shtuar deri më 25. Ministrja pret që thesari të plotësohet edhe me tatimet që lidhen me pagesën e pagës së janarit, të cilën disa kompani do ta paguajnë në dhjetor, para vitit të ri. Gjithashtu Dimitrieska Koçoska theksoi se buxheti është likuid, nuk ka probleme me kredin prej 30 milion eurosh nga një bankë komerciale dhe është e kënaqur me faktin se qytetarët kanë blerë obligacione shtetërore në vlerë të 33 milion eurove. Përveç kësaj, gjatë disa ditëve të fundit, LSDM ka akuzuar se të ardhurat në buxhet janë të ulta, mungojnë 1 miliard euro dhe se më 15 dhjetor, pra sot, thesari do të ishte mbyllur.